Nga dita e sotme, komuna e Tetovës ka lëshuar 2 autobus për në Kodër të Diellit, edhe atë një në orën 8 të mëngjesit dhe i dyti në orën 10. Autobusët do të lëvizin deri në fund të sezonit, por vetëm gjatë ditëve të vikendit, me përjashtim ditën e hënë, kur do të vazhdohet me të njëjtën itinerar me autobusët për në Kodër të Diellit, shkaku i festës. Ashtu si edhe vitet e kaluara dhe këtë vit në komuna e Tetovës ka organizuar linjën 4 apo linja direkte nga Tetova në Kodër të Diellit. Biletat janë nga 200 denar, është kthyese. Oraret janë me 2 orare, në ora 8 paradite dhe në ora 10, ndërsa kthimi është në ora 2:45 pasdite dhe në ora 4 pasdite. Ju bëjmë thirrje gjithë qytetarëve që të shfrytëzojnë transportin publik për të minimizuar kaosin në trafik në Kodër të Diellit, por edhe për një disë më të pastër. Banorët kanë mirëpritur lëshimin e autobusëve, por kërkojnë që linjë të rregullt të ketë çdo ditë të javës dhe jo vetëm në vikend. Për banorët këtu pari është shumë e nevojshme. Edhe unë mendoj që patjetër është mirë me konë transporti publik, edhe ditëve tjera. Nevojshme është shumë, edhe mendoj se nuk do të ketë problem me parkingat. Njerëzit duhet ta përdorin transportin publik. Zakonisht, këtë periudhë dimrore për vikende dhe ditë festash, qytetarët ja mësyejnë Kodrës së Diellit, por për shkak të pamjoftueshmërisë së parkingeve shkaktohet kaos. Me lëshimin e linjës së autobusëve, pritet që lart të ketë më pak vetura.